Amr ibn Asi, kur e ka pranuar Islamin dhe zot, unë e begazoj rezimejen, apo ka vakt deri niftar, çajtor mshel. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka pranuar Amr ibn Asi Islamin, e dini Amr ibn Asi çka thanë dhe zot, o kon dinak. Imagine, gjeniu kon. Andaj ka thënë arab gjar për jon, gjar për ka pas. Amr ibn al-As, familje madhe, al-As. Ky masi e kanë hub luftën e Khandekut, luftën e Ahzabit, o kthye te populli vet, tash po shumë detale pe heki. O kthye te populli vet, edhe i ka thënë Qurayshve, aty në çka kanë mbet, se kanë vrarë shumë. Ka thënë s'u pushtimi me kët. Har pe mund, har po na mund. Ka thënë unë e kam një ide. A shkojmë në Abesini? Shkojmë atje, e kam dostun e atë mbretin. E dini atë rast kur ka shku shpesh më polemizu me mbretin? Amri e ka pas shokat në Gjashiju. Ka dhënë diçka, a shkojmë në Allah te Abisinia? Rrim këshirmi se ripi atje. Apo këshirmi, si të fitoje, funit na mujti, shkojmë. Ka dhënë si të humbe, na kthehemi prapë te Arab të dinë se na kanë vorë gjithmonë. Edhe na kthehet pozita. Edhe kanë ngue. Ka shkue atje, i ka morë disa me veti. Edhe kur ka shku atje, ka ardhë Amr ibn Umayya ad-Damri. Kur ka shku atje të në Gjashiju, ka ardhë një shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam atje. Mi aprue letrën e pejgamberit sallallahu në Gjashijut. Edhe ki ka thonë, për mirujtën e lidhjet me Quraisht, pe vrasën e shket Amrin, që e ka që Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, edhe ju ka zëj Quraishve që unë ala jam me juve. Edhe ka ardhë me fol me mbretin, edhe i ka thonë mbretit, o mbret, ka thonë që njëri që ka ardhë që tu, është hasëm i joni, amlet të avras? I ka thonë, ta vritësh? Ti ta vritësh delegatin tem? Mjerë për ti ju Amr. Që i të folë sot? Atare, aje ka kalëzu mesajin, ka kalëzu mesajin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Atare, i ka thonë në Gjashiju, o Amr, a e di se kjo është pejgamber? A e di kjo se është njësoj si Musa alayhi salatu wasalam? Ka thonë, a qashtu është ta? Ka thonë, mirë për ty, shko ma shpejt për në Islamin. Atare i ka thonë, që po ta jap ti fjallën, pi këtu, që jam musliman, që ta dish, derisa të mërinë në Medine, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhë vrap në Medine. Udhës e ka gjetë Khalid ibn Walidin. E ka gjetë shok e ka posë Khalid ibn Walidin. Edhe ta shqishë mi kalëzu Khalid ibn Walidit, se unë po du me shku me pranu fejer. Mi kalëzu e shokit, dosit Khalidit, problem. Atër i ka thonë, Khalid ibn Walidit ka thonë, për ku o Eba Sulejman? Khalid ibn Walidit shtu e ka posë nofkën. Atër i ka thonë, Khalid ibn Walidit ka thonë, pasha Allahun, lëkad istaqamel mënsem, rruga ma e qartë. Ka thonë, ki njëri o pengamber. Në gjithë këtë shtymë të luft, s'mujna me vra. Kjo pengamber. Ka thonë, jam të shku me e pranu Islamin. Edhe sa me pritune. Atër i ka thonë, dhe u liru pas të jamëri. Ka thonë, edhe unë e vëllaj jam të shku me pranu Islamin. Edhe kanë shku vrat të pengamberi s.a.s. Ama këtu janë konë luftën e Uhudit, kura kanë të ndru jetë Muhammedi s.a.s. Që ja kanë thi dhamë për para, edhe ja kanë shti shigjetat në ftyrë, e ka udhëhet që qetë brigadë Khalidi. Këto e dimë thërë, gjuna kena bonë, edhe Amri. Atare kër kanë shku të pejgamberi s.a.s. kanë dash me jadhan bejësën që janë bo musliman. Për mësa mu ka gëzu, se janë do arë dy të komandanta. Janë do arë ka ky, me branu Islami. Atare Amri, sikur e ka ngrej dorën pak. Edhe i ka thonë pejgamberi s.a.s. O Amr, jep e besën mo, pse për të rrejsh dorën? I ka thonë, ja Rasulullah, gjunat e mija, shumë gjunat në këmbo, këmë dash me të vra, shumë gjunat e këmbo. Ka thonë, o Amr, zgate dorën se Islami i fshim ketë ato që kanë qenë më herët. Zgate dorën se Islami i fshim ketë ato që kanë qenë më herët dhe janë përqafue. Thot Amri, radiallahu anë, nëse më pyet një mu, si duket Muhammed sa nuk e di, prej gabimeve që i këmbo, kursën e kështu shanë fëthirë, më vike mare. Kjo ka qenë prej turpi që ka e ka pas Amr al-Asi. Ki po kur gabon dhe i dikuj në gjumë, pasaj tanë kohën së në këshira ta mo. Para më do Muhammed sa më ka dash me vra, ja ka pranu fejen, ja ka pranu Islamin, ka thonë ti fshin Allahu gjunat, ka thonë mësën vetë një që shduket se nuk e di.
sepse nuk e kanë pa kur nga marrja e madhe. Kjo ka qenë prej asaj që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas prej traditës që kur ka ardhur dikush edhe ka kuizuar, e ka pranuar kuizimin. A dhe ka thënë Imam Ahmedi, është i sakt Islami, më në mendje këta. Edhe plot për njerëz që domthon mundohen më kallzu ma musliman se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Imam Ahmedi që ka transmetuar Imam Ibn Rajebi, nxënësi Ibn Qayyim el-Jawziyya Abdulrahman Ibn Rajab el-Hanbali, thot Imam Ahmedi ka thënë, është i sakt Islami me shart. Çfarë do të thonë me shart? Njëri thotë kështu: a ban ti në Islam ama këtë dhe këtë së ne baj. Imam Ahmedi ka thënë e saktë. Pastaj ku të hije e ban. Dëgjoni këtë rast. Kanë ardhur disa njerëz te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe i kanë thënë: ja Rasulullah, doj me pranu fejen tane. Mirë, po ka thënë di punë së një bajna. Ka thënë cilat janë ato di punë? Ka thënë këshire: sadaka së njapna, edhe në luftë së ndalna. Sadaka së njapna, edhe në luftë së ndalna. Pëse më ka thënë hini. E tash hini, djetarë ka thënë, qysh hini? E para se me artë djetarë, sahabët ka thënë: ja Rasulullah, shive, sadakaja, edhe lufta, rukët Allahu gjallë, qysh pa këta? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam: se jetë saddakun, wa ju gjahidun, idha eslemu. Edhe sadaka kanë me dhanë, edhe luft kanë me ba, masit hinë Islam. Rejnë, dhe të hinë këta mrejnë në Islam, mësanina. Do gjëndë një rast, edhe matranë. Ka ardhë që ka transmetuar Imam Ahmedi në Musnedin e tina, nga Enes ibn Malik. Ka ardhë njëri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pejgamberi ka thënë: hinë në Islam. Hinë në Islam. Ky njeri ka thënë: ejiduni karihan, e urrejm këtë punën e. S'du me hinë Islam. E urrej Islamin. I ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: hinë në Islam edhe nëse e urrejn. E kjo hadith vëzë janë dalë ulemat me ta. Ka thonë qysh, hinë në Islam edhe nëse e urrejn. Domthon hinë në Islam edhe nëse ki vezvese, ki bezdi, ki gërdi, hinë se të shnosht Allahu xhelalu ala. Hinë munoju, anë të njëri thotë qysh me 5 vak, hinë me nisja. Ta ban Allahu dashur. Apo, për shembull, në Ramazanin, për shembull, njëri më thon, qysh e ninoni me valla tan ditën, 30 ditë. Apo, ti thu, hinë me valla, hinë nisja, çun sifir, kada na i herë po thash, e na i herë, ama kur ta bash me imana, kur ta bash me dashnia, vallahi me ta dhon, çish e tash test, njëri më të thon, prishe, e shifsha një sondazh e banin, e ki një iPhone i thonte. Prishe. Se prishe dhe ke kur. Apo, dhe kjo është alhamdulillah. Më kanë për namazin kështu me bë. Më ardh njëri më thon sot, hajde për hatur tem, sa s'po shkojmë shifrat mëoja, 10.000 që ta jap. 10.000 euro. Kjo test i imanit edhe. Po mirë, më thon valla, po t'jap 50.000 euro, dal pikrish valla. Shoj shko, hajde do të më shoj shkelën fukarallokit. Për një ditë valla. A kishe prish? Nëse ki bindje se nuk e prish, për gëzo, se Allahu gjelet ka shlu iman të zemra. Apo, e të e rritë cifrën, ti matë e vetën. Rritë cifrën edhe matë e vetën. Apo, që ka tha për nga mësram? Hinë se mësani drejtohesh. Shiko, hinë edhe nëse ki u rrejtje, Islamin. Tjetër njeri, i ka arte për nga mbedi se sellem dhe i ka thonë, du me hinë Islam ja Rasulullah, ama e kam një kusht. Ka thonë qëfar kushti? Ka thonë une, nuk mu i mi falë 5 vak namaz. Ka thonë sa mund është mi falë, ka thonë veç 2. Rëzomi 3. Hinë ka thonë. Ka të shpetu Imam Ahmedi. Pse hinë o dhe zër? Dhe se ku të ishë mërajna, me rrështë se pa 5 nuk banë. Apo, a lejot na mi thonë dikuj që shtu dhe zër? Nëse je hoqë, nëse të na keto gjallar për njën, nëse je hoqë, apo je djetar, apo pris, shikohet gjengja njërit. Ka mund si mu pranu në Islam, do më thonë, kjo vlem pas shahadeti. Kjo vlem pas shahadeti. Shahadeti është shartë që së diskutohet asë njerë. Radaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe ka përmen plot për djetarë, si ka përmen Ibn Rajebi, Ibn Hajar Asqalani, Sheikhul Islam, Ibn Taymija, se lejohet pranimi i feje së njeriut nëse kush zon diçka prej veprave. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas tradit që kër e ka pranuar dikush fejen, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me udhëzue në fe. Por që më ka ardhur dikush që ka pranuar fejen, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thonë dikujt, mësoje tash vllavin tan, se ky s'di. Allimuhu al-Quran, allimu akhakum al-Quran. Mësojeni tani vllavit juve Kur'anin. Çfarë argumenton vëzër kjo? Tash rasti ka shumë vëzër, apo
Andaj kur ka ardhur dikush e ka pranuar fejen, pejgamberi sa më ka thënë, mësoje fejen tash. Ka ardhur një njeri, që ka ardhur nga Umair ibn Wahbi, kur ka ardhur me vrap pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dhe më sa rasti është i gjatë, edhe i ka thënë an'im sabahan. Avon, që do të na silloj mirëmëngjesi. Edhe më sa më ka thënë, e ka ndruar Allahu, e ka thënë selamu aleikum. Ka thënë ki selam i ri. Ka thënë mirëmëngjesi. Pse ka thënë Allah i dhe ka thënë më të mirë se sa kjo. Edhe pastaj e ka pranuar fejen, e kur e ka pranuar fejen, i ka thënë mësoni këtë vllavin e juve. Mësoni këtë vllavin e juve. Kjo ka qenë prej traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alaihi salatu wasalam e ka pas traditë që nëse ka ardhur dikush edhe i ka thënë ja Rasulullah, para se më kon musliman, i kumbo do betime. A do të më çun vend? Ka ardhur njëri, i ka thënë pejgamberit sa ja Rasulullah, para se më ardhur në më bë musliman, para ku jam gon shkallë, pagan. Kumbo be se kam e bë umre. Sa arat kam bë umre tu kon pagan. Ka thonë, shka me bë tash si musliman? Ka thonë, çojën vend. Ka ardhur tjetri, ka thonë ja Rasulullah, kur ju më kanë ignorant, pa besimtar, ka thonë bajsha mirë. Je pse sot ka i nimosha njerëzit. A e gjej unë këta në islam? I ka thonë me mësam, eslemte alama eslefte min el khair. Ke hi në islam me khairin çka e ke bë më herët. Kjo çka argumenton vëllazër? Se khairin çka e ban pa islam, po bën e hinë në islam ta llogarit Allahu xhelalu ala. Kjo është për vlerave të fesë Allahu te bareke ve teala. Kjo vëllazër ka edhe shumë premtimeve. Tani koha nuk na premton për rastet që e kanë transmetuar dhe me këtë e përfundojna. Ebi Rafi'i ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në kohën e marrëveshjes që kanë pas me arabët, me Quraysh, ka ardhur edhe i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, e ka pranuar islamin, edhe i ka thënë pejgamberit alayhi salatu wasalam, s'du mu kthit e populli jam. A ka qenë pjesë e marrëveshjes, nëse vjen dikush pagan, e pranon fejen te ti o Muhammed, ti na e kthen neve ata. Edhe kia ka pranuar fejen Ebu Rafi'i, edhe ka thonë ja Rasulullah s'du mu kthije. A njerë ka ardhur delegat. Atëri ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inni la akhisu bil ahd wala ahbisu al buruda walakin irji fa in kana fi nafsika alladhi fi nafsika al'an farji. I ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo. Unë besën e maj. Edhe unë delegatët nuk i maj, nuk i nali. Unë ambasadori nuk e nali. Ktheu të shtëpia jote, nëse edhe masit mirë është vesh me popullin tanë, e gjenë në shpirtin tanë që këtë islam, hajde prapë. Shiko vëzër, kjo besë e madhe Muhammedi s.a.s. Ka ardhur njeri, në marrëveshje ka pas me mësam, po erë ma këthen, edhe nëse madhë musliman. Ki ka thonë mësum këthaja Rasulullah, se s'po du mu këthi. Ka thonë, po unë e maj be fjallën. Unë e maj fjallën, shko këtheu. Plus kësa je ambasador, të kanë qua ambasador. Shko këtheu, zhveshu prej ambasadorët, zhveshu prej të qenërit delegat, miru vesh me popullin tanë, hajde pastaj. I ka qenë prej të mirëve që pejgamberi sa me ka pas me muslimanët e ri.